رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili dërgoi pejgamber dhe bëri mëkams të pejgamberëve të Allahut që na sqaruan dhe na kuptuan dinin e Allahut Azza wa Jall. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me temën rëndësia e kuptimit të drejtë të Islamit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban nga ata që e kuptojmë atë që Allahu Azza wa Jall deshti nga ne. Pra dhe të ndërshëm, kuptimi i fesë Allahut Azza wa Jall është mirësi dhe begati e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men yuridillahu bi khayran yufaqihu fid-din." Kuj që dohet të mirën, Allahu Azza wa Jall ja kupton fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Ibn Qayyimi në këtë tematik kur flet tregon dhe thot: ka dallim të ndëgjosh për dinin e Allahut Azza wa Jall dhe ka dallim të kuptosh fenë e Allahut Azza wa Jall. Të dish për fenë e Allahut Azza wa Jall dhe ta kuptosh fenë ka dallim. Dhe thot Ibn Qayyimi, dallimi mes diturisë mbi fenë e Allahut dhe kuptimin e fesë Allahut është kjo: të dish, do të thosh, të kuptosh atë që flitet dhe ndëgjohet, ndërsa të kuptosh fenë e Allahut Azza wa Jall do të thot të kuptosh qëllimin esencial për të cilën Allahu Azza wa Jall deshti nga robët e tij. Pra lejo të ndërshëm, për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don që ja veçoj gjalit të axhës së tij Abdullah ibn Abbasit, e boni këtë lutje dhe i tha: Allahumma faqihhu fid-din wa allimhu ta'wil. O Zot, kuptoja fen Abdullah ibn Abbasit dhe mësoja komentimin e Kurani Kerimit. Pra Abdullah ibn Abbas ishte njëri nga ata që morën pjesë në lutjen
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kolot që Allahu azza wa jall që ja boje që të kupton fen Allahut azza wa jall. Pa dietat islam thojnë se të kuptuarit e fes ndriçimi i udhëtarëve drejt Allahut azza wa jall. Feneri dhe ndriçimi e atyre që dojnë të arrin deri te Allahu azza wa jall është kuptimi fes. Të kuptosh fen ka prioritet para se të jesh i sinqert në fen e Allahut azza wa jall. Pra të Allahu azza wa jall e filloi zbritjen e Kurani Kerimit me fjalën iqra, me fjalën lexo. Dhe tha Allahu azza wa jall, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije çka do të thot që Allahu azza wa jall është i vetmi që meriton adhurimin. Pra dëllejot të ndërshëm, pse të kuptojnë fen Allahut azza wa jall, apo pse të kuptuarit e fesë Allahut azza wa jall ka përparësi dhe prioritet para se të jesh i sinqert, nga se do është të dish fen Allahut, të dish në cilët çështje nevojitet sinqeriteti dhe për kënd të jesh i sinqert. Sa njerëz janë të sinqert në fen Allahut, mirë po se kuptuan drejt fen Allahut azza wa jall, për këtë arsye nuk e fituan atë që premtoi Allahu azza wa jall. Pra Allahu të ndërshëm, siç thot Ibn Qayyimi, Ibn Qayyimi thot, s'ka dyshim se njerëzit në kuptimin e fesë Allahut nuk janë me një rang, sikur që të jenë të gjithë me një rang, do të kishin qenë të barabartë të pa diturit me të diturit. Dhe thot Ibn Qayyimi, me di çështje arrihet rruga e drejtë që i lutemi Allahut azza wa jall në namaz, duke i thonë ihdina siratal mustaqim, o Zot, na ban pjesë marrës në atë rrugë të drejtë që të çon deri te ti. E i lutemi Allahut azza wa jall, gjithashtu që Allahut të na mbrojë nga rruga e atyre që devijuan, dipal devijuan. Dhe thot Ibn Qayyimi, ai që e kupton fen e ka të sigurt nga i lajthitja e krishterëve të cilët ishin ignorant të paditur ndaj fesë të tyre. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin, o Zot mos na ban nga ata që ti o i dhërove me to. Kush ishin këta? Ishin që fotët për shkak një jeti të keq. Për ata thot Ibn Qayyimi, ati që ja dhuron Allahu azza wa jall di çështje, e ka të sigurt rrugën e Allahut azza wa jall. Dhe thot Ibn Qayyimi, kujt Allahu i jep këto di çështje, ja ka dhënë të në të mirat e dunjos dhe ahiretit. E para, të kuptuarit e fesë, dhe e dita, të jesh i sinqert në fen e Allahut azza wa jall. Nga se ai që e kupton fen Allahut, thash i fortifikuar dhe i mbrojtur nga lajthitja e dalline e atinve që e humbën në rrugën, nga se ki posedon diturim bi fen e Allahut që s'ka mundësi të jetë nga ata. Dhe ai që është i sinqert në fen e Allahut, është i fortifikuar dhe i mbrojtur nga i lajthitja e atyre që ju dhëru Allahu azza wa jall. Pra Allahu të ndërshëm, patë Musaj a.s. kur ndëgjoj se gjendet në sipërfaqen e tokës një njeri që posedon diturim bi fen e Allahut dhe din diçka që nuk din Musaj a.s. Musaj a.s. shtrëngon rripin e udhëtimit dhe i thot Gjaloshit, Josha ibn Nuni që e shoqëronte dhe i tha, lën e braha
hatta eblugha majma al-bahrejni au amdhia hukuba. I tha Gjaloshit, s'ka për të pushu Musaj. Deri ku? Deri të arri në takimin e ditëve, ko Allahu Azza wa Jall i tregoi Musait alayhis salam se gjendet një rob i Allahut që din diçka që nuk din Musai alayhis salam, dhe vend takimi këtyre do tjetë ku bashkohen ditëte, dhe Musai alayhis salam i tha Gjaloshit do të udhtoj pa pushim deri të arrijë në këtë vend, apo do të heci të një jetën time derisa të arritet një njeri që më mëson fenë Allahut Azza wa Jall dhe më ban që të kuptoj prej dinit Allahut Azza wa Jall diçka që nuk e di. Pra Allahu të ndërshëm, për këtë arsye dietar kanë thonë se Islami nuk është siç e shprehin disa dhe thonë se Islami i tër Islami është vetëm besim, apo Islami është vetëm akide dhe besim. Nga se vërtet, e Islamit akidja dhe besimi është esenciale, sikur që është zemra për trupin, mirë po, sa ka mundësi të mbijeton zemra pa gjimtyrët, atë ka mundësi që akidja dhe besimi të ekziston pa edukat, pa moral, pa ditori, pa njohje të fesë Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu të ndërshëm, të kuptuarit e fesë Allahut Azza wa Jall është e rëndësishme në dinin e Allahut Azza wa Jall. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edukoi shokët e tij, të cilët i mësuan prioritetet në fenë e Allahut Azza wa Jall. Thot Ibn Taymija, që kjo transmetohet gjithashtu dhe nga Amar ibn Asi, dhe mendoj se nëse kjo nënvizohet në këtë hutbë të mjafton. Thot Ibn Taymija, nuk është dietar një njeri që bën dallimin mes të mirës dhe të keqës, nuk është i njohur, nuk e ka kuptuar fenë Allahut Azza wa Jall, vetëm ai i cili bën dallimin mes të mirës dhe të keqës. Pa kush është dietar, kush është i mequr, kush e ka kuptu fenë Allahut, ta dietar në dinin e Allahut është ai i cili dallon mes dy të mirave, të mirën më të madhe, dhe mes dy të këqijave, të keqen më të madhe. Kjo është dietar, që nëse vinë dy të mira, din të dallon cila ka përparësi, dhe nëse imponohen dy të këqija, din se cila e keqe është më e dëmshme që të largohen nga veçja e tij. Këto janë dietarët, të cilët bëjnë dallimin mes dy të këqijave dhe bëjnë dallimin mes dy të mirave. Këto ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tronditet Medinja me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vdes pejgamberi Allahut, vdes dhe khalifja e muslimanëve, cila ka prioritet. Avarosja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e trupit të ndershëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo zgjedhja e khalifës, shokët e pejgamberit Allahut, ata që e kuptuan drejt fenë Allahut, i dhanë përparësi zgjedhjes së khalifës para varrosjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Parashtrohet pyetja, pse pejgamberi Allahut vdiq ditën e hanë dhe u varros ditën e mërkur? Përgjigjja është nga se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e panë më të arsyeshme, më parsore që të zgjedhet khalifja e muslimanëve para varrosjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë disende që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o dalloshin dietarët të diturit nga pa të diturit. Pra Allahu të ndershëm, nuk është ditori vetëm që të ndëgjojmë për të vërtetën. Ditori është të dallojmë të vërtetën të saktën nga më e sakta,
të dallojmë të keqen nga ma e keqja, të i rënditimi sendet para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurani Kerimi na vështroje raste të cilat në sinin e parë ndoshta janë të dëmshme, mirë po dobia e tyre nuk mund të lexohen vetëm mund të lexoj vetëm dietarët. Pra Allahu të ndërshëm, pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e edukoi shokët e tij. Dhe Kurani Kerimi zbrind të ajete që i mësonte se ka të mira në Islam, mirë po ka disa dhe janë më të mira. Dëgjoni këtë hadith që u zhvillu një bisedë në ditën e Xumë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na transmeton Numan ibn Bashiri, i cili thot: ishmi në xhaminë e pejgamberit Allahut dhe disa thanë, nëse Allahu më mundson që ti furnizoj haxhilerët, që ti jap me pi ujë haxhilerë, që ti baj izmet haxhilerëve, mendoj se kjo është puna për mu më parsore dhe më e dobishme se çdo sen që ekziston në dinin e Allahut. E të tjerë thanë, unë mendoj se më parsore është mbikëqyrja dhe kujdesja e xhamisë e Qabës. Pra ati që e mundson Allahu të kujdeset për xhamin e Allahut, të mbikëqyr Qabën, tha kjo është më me vlerë se ai që kujdeset për haxhilerët. E i treti tha, unë mendoj se të luftosh në rrugën e Allahut, të mbrojsh dinin e Allahut tash më parsore. Dëri në Omer ibn Khattabi radiallahu anhu dhe thot: olni zonat në xhamin e pejgamberit Allahut, pas namazit të Xumës, Omeri do të pyet pejgamberin Allahut, cila më me vlerë, a furnizimi i haxhilerëve, a mbikëqyrja e Qabës, apo xhihadi në rrugën e Allahut? E pyet Omer ibn Khattabi, dhe Allahu azza wa jalla i përgjigjet pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut i lexon këta ajete që zbresin këta ajete që neve me na mësu se ka të mira në dinin e Allahut, mirë po ka sende më parsore, më me vlerë, më të dobishme, më të dashurat e Allahu azza wa jall. Dhe këto janë ajetet që zbritën për këtë rast, siç transmetohet në disa transmetim, që thot Allahu azza wa jall në surat at-Taub: e ja'altum siqayat al-haji wa imarat al-masjidi, a e banët të barast furnizimi haxhilerëve dhe mbikëqyrja dhe kujdesja e Qabës, kemen amene billahi wal yawmil akhir, a e banët të barast sikur ai që beson në Allahun dhe beson në ditën e gjykimit, wa jahada fi sabilillah, dhe lufton në rrugën e Allahut. S'janë të bartë, që Allahu na tregon se besimin Allahun azza wa jall, besimin ditën e gjykimit dhe sakrifica për dinin e Allahut azza wa jall është më madhështore te Allahu azza wa jall se sa furnizimi i haxhilerëve dhe mbikëqyrja e Qabës. Megjithatë, dhe ata që besuan në Allahun dhe ditën e gjykimit nuk janë të barazë me ata të cilët, thot Allahu azza wa jall: alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dhe ata që besuan, emigruan, banën hijret për Allahun dhe luftuan në rrugën e Allahut, bi amwalihim wa anfusihim, me pasurinë e tyre dhe me vetën e tyre, a'dhamu darajatan 'inda Allah. Këto janë ata të cilët i kanë pozitat më të larta. Pra Allahu të ndershëm, kuptimi i saktë i ajete, kuptimi i dinit Allahut azza wa jall është i rëndësishëm për çka se na bën me dije, cilat janë veprat më madhështore, nëse na vinë para nesh vepra të mira të shumta, para ata transmetohet
nga Ebu Ejub el Ansario, që kur o përpiqën shokët e pejgamberit Allahut të qëta çlirojnë Istanbulin, Ebu Ejub el Ansario tha, njani prej neve e murë vetën e ti, e hedhin në mesin e armikot dhe filluan disa që ta lexojnë fjalën e Allahut, wala talqu bi aydikum ila tahluka, mos e hedhni vetën tuaj në rrezik. Kjo është ai i cili e hedhi vetën në rrezik. Ebu Ejub el Ansariu tha më ngadal, nga se neve nësarëve, për ne nësarët kia jetë ka zbrit, e jani koptone që ka dosht Allahu Azza wa Jall të thoje me këta jetë. Ebu Ejub el Ansariu tha, na jemi ata që e shpenzuan pasurin, na jemi ata që argjuan pasurin në ndihmën e fesë Allahut Azza wa Jall, derisa o më kam feja Allahut, o ngrit feja Allahut, o të buam në nësarët dhe tham, të grumbullojmë pasurin, që të kompenzojmë pasurin e hargjuar, e Allahu Azza wa Jall, për neve në izbriti këtë ajet, që Allahu tha, o anfiku fi sebilillah, jepni në rrugën e Allahut, mos grumbulloni, mos kompenzoni pasurin e hargjuar, wala talqu bi aydikum ila tahluka, mos e hedhni vetën tuaj në rrezik. Pra grumbullimi pasuris, Ebu Ejub el Ansariu tha Allahu në konsideroj hedhja në rrezik, e hedh vetën tonë në rrezik, që pasuria jote do qëtë argument kundra teje, kooperacia është hedhja në rrezik, e nuk është sakrifica për dinin e Allahut Azza wa Jall rrezik. Pra leo të ndërshëm, gjithashtu në përshkuat në hadithin e mirënjohur, që tre shokët e pejgamberit Allahut shkojnë dhe pyesin për ibadetin e pejgamberit Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë lloje të ibadetit bante dhe i treguan se pejgamberi Allahut ban namaz natë, derisa pejgamberit Allahut ju përgjakën kom pej namazit të natës. Pejgamberi Allahut ban namaz natë, derisa ju ajan kom të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi Allahut agjeronte, derisa mendonim se nuk e qelte asnjëherë. E këta të tre vendosën dhe thanë, njëni nga ta, tha unë do të bëjnë namaz natë të natën, nuk do të bëshoj fare. I diti nga ta, tha do të agjeroj të njetën time, dhe i treti, tha nuk do të martona, do të bëj ibadet Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut i vin lajmet për këta që e vendosën këta tre njerëz. Pejgamberi Allahut hidhërohet në këtë rast dhe thot vallahi, one jam që e kuptoj fen e Allahut më mirë se jo. One jam ai cili tutam Allahut më shumë se jo. Mos mendoni që në sinin e dikoj që jo bani ibadet më shumë se unë. One jam ai cili e kuptoj fen e Allahut më mirë se jo. Megjithatë, baj namaz natë dhe pushoj. One jam ai cili agjeroj dhe qeli, dhe unë jam ai cili martohem. Femen raghiba an sunneti felejse minni, pra i cili e braktis sunetin tim, ati që si mjaftoj model, tha nuk është prej meje. Pra atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walen yushadda dinu ala hadin illa ghalaba, nuk e shtrengon, nuk e forcon fen dikush, nuk e tepëron në fe dikush, vetëm se feja ka me mujt ata, s'ka mundësi me qëndëru deri në fund, si që kanë thonë arabët, ai që ngarkoj devën e ranë, tha as devën se la sa gëllom, e as mali si arriti në cak. Ai që li ngarkon në vetën e ti, ma tepër, se Allahu Azza wa Jall që e ka ngarku robin që e ka kriju, e la jalamu men khalaq, wa hua l-latifu l-khabir, a nuk e din Allahu që ka kriju, për ata ati nuk i mshefat as një send, na mjafton neve, ajo që i mjaftoj pejgamberit Allahut, kush ka mundësi të ngarkon në vetën, vetëm sa mund të barte,
vetëm ata që e kuptuan fenë Allahut, vetëm ata që e studiuan dhe mësuan fenë Allahut. Pa ata thot një shkencëtar amerikan, tha ju nuk keni mundësi të konkuroni me Perëndimin në aspektin politik, e as në aspektin shkencor, e as në aspektin ekonomik. Tha mirë po, tha unë kisha kërku nga muslimanët vetëm 40 burra që e kuptojnë mirë fenë e tyre, që e praktikojnë fenë e tyre dhe din të prezentojnë fenë e tyre. Mi lejeni vetëm 40 burra do t'i çliroj të di Amerikat. Pra lejo të ndërshëm, të kuptuarit e fes, të praktikuarit e fes, të prezentuarit e fes, ash arts, ash shkencë, ash dituri, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam din të t'i shfrytëzojë rastet, din të t'i rëndit të gjanat, din të se cila ka përparësi para cilëve, dhe shokët e pejgamberit Allahut u edukuan në këtë frim para të Allahu azza wa jall, i që i bereqet më shumë se çdo gjenerate, për shkak se ishin ata më të pastër në zemër, më të ditur në fenë Allahut, para të Allahu azza wa jall i bani prani dhe në tokë, dhe i bani që pasi të vdesin të jenë të gjallë, o sakrifica, kontributit tëre, o ban i pranuar, tëri të gëveshi të qerve, dhe kaluan njerëzit në dinin Allahut azza wa jall grupe, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndërshëm, më i ditur në fenë Allahut ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jetoi 13 vite në Mekë. Pejgamberi Allahut ku në mesin e Mekës u gjendën më tepër se 360 idhuj. Dhe parashtrohet pyetja, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vonoi rënimin e idhujve dhe nuk e rënoi idhujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afërsisht 21 vit pasi që u shpall pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk deshti që t'i rënon idhujt e gurve, para se të i rënoj idhujt nga zemrat e muslimanëve, nga zemrat e besimtarëve. Pejgamberi Allahut e vonoi rënimin e idhujve dhe i dha përparësi rënimit të idhujve nga zemrat e njerëzve, idhujt e dunjas, idhujt e lakmisë së dunjas, idhujt e kënaqësive, idhujt e pasurisë, idhujt e grave dhe vladëve. Pejgamberi Allahut bani umre në Qabe, ku në mesin e Qabës ishin idhujt. Megjithatë, pejgamberi Allahut e vonoi pejgamberi Allahut rënimin e idhujve të gurve, derisa të rënohen idhujt në zemra, nga se rënimi i idhujve i dashurisë së dunjas në zemër ka prioritet dhe përparësi në dinin Allahut azza wa jall para rënimit të gurve. Pat pejgamberi Allahut ishte ai i cili u nis me shokët e tij, si transmeton Jabir ibn Abdillah, që shoqëruan pejgamberin Allahut afërsisht 1400 sahabë. Pejgamberi Allahut niset për umre në muajin Dhul Qiada, niset pejgamberi Allahut dhe ja transmeton shokëve të tij një ëndër. Pejgamberi Allahut që i gëzon shokët e tij, çfarë ëndër pa pejgamberi Allahut? E pa në ëndër pejgamberi Allahut se shokët e pejgamberit Allahut kanë me hi në Qabë, rahat, dhe duke të bojnë tavaf, do t'i ruajnë flokët, do t'i shkurtojnë flokët, do t'a vizitojnë vendin e dashur të tyre.
nisët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të shku në Mekë, për të bë umrën, derisa arrit pejgamberi Allahut në Hudejbia, arrit afër Mekës, ulët devja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përshpëritin dhe thojnë: o do psu Kaswaja. Kaswa, emni devës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë Kaswa nga se ka qenë deva më shpejt, e cila ka arrit në skajt të botës pa u lodh. Deva e pa lodhur. Shokët e pejgamberit Allahut thanë: u lodh Kaswaja, o do psu Kaswaja. Pejgamberi Allahut tha: jo vallah, nuk është nga morali dhe edukata e Kaswa të lodhët. Mirë po tha, Kaswan e ka lodh, e ka ndal, e ka pengu ai që e pengoj elefantin e Ebrahas. Kush ishte ai që e pengoj elefantin e Ebrahas? Ishte Allahu Azza wa Jall. Dhe kuptoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Kaswaja ulet dhe pengohet për të hinë në Mekë me hikmet, me urtësi. Ka një urtësi që Allahu e din. Pa atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kthen Kaswan të prap. Pejgamberi Allahut ngritet Kaswaja, si që kthen të Ebraha nga Mina. Elefantin, hecte elefantin, nuk hecte nga qabja. Kishte hikmet edhe urtësi, që Allahu Azza wa Jall këtë urtësi e potencoj, e tregojnë Kurani Kerim dhe tha: wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu e din atë që se dini, Allahu din diçka që nuk dini. E pengoj elefantin dhe thot Ibn Qayyimi, e para herë në histori që Allahu Azza wa Jall i ndihmon mushrikëve, pra kor fitore në anën e mushrikëve, pra njëthtarëve të librit. Ebraha ish krishter, i thari librit, mushrikët në Mekë ishin mushrika. E para herë në histori që Allahu Azza wa Jall e përmbis Ebrahan, pra e dopson, e i humb krishterët i thtarë të librit para mushrikëve. A ne e dim se lufta me Romakëve dhe Persianëve, Allahu Azza wa Jall i ndihmon Romakëve vetëm për çka se ishin i thtarë të librit dhe gëzon muslimanët, ndërsa Ebraha pason disfat pran mushrikëve. A dini përse? Për çka se, thot Ibn Qayyimi, për çka se në atë vit do të lindte një njeri që ky njeri do të bëhet shkak që do të ndriçojë bota. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kat nuk e dinin as Abdul Muttalibi e as Ebraha. E dinte Zoti Abdul Muttalibi dhe Ebrahas. Pra ata Allahu e stopoi e ndali elefantin. Gjithashtu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Ghazwatul Hudejbia, në vitin e Hudejbias, pejgamberin Allahut e ndal devën e Kaswas, s'ka për të hinë në Mekë. Dhe pejgamberi Allahut e kupton, pastaj fillojnë negociatat. Të kire ishte hikmeti i madh që ndodhi që Allahu Azza wa Jall e konsideroi çlirim dhe fitore pengesën e moshirjes së devës së pejgamberit Allahut në Mekë. Leo të ndërshëm, për ata vend Suhejl ibn Amr, vend të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në negociata, në bisedime, për të bënë në beslidhje, për të bënë një marrëveshje për armpushim, 10 vjeçar armpushim në sinin e sahabëve, në diturin e shokëve të pejgamberit Allahut ishte në çmim. Mirë po, diturin e Allahut ishte fitore. Pra Allahu të ndërshëm, vend Suhejl ibn Amr, vend dhe shokët e pejgamberit Allahut ishin të hidhëruar, ishin të brengosur, ishin të mërzitur, nga se pengohen për të hinë në Mekë, edhe ajo që i trondit edhe më tepër, kur për derisa zhvillon të biseda,
për derisa marrëveshja gojore përfundon, vën i prangosur djali Suhejl ibn Amrit, i prangosur, i lidhur Ebu Gjendel të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hik prej shtëpijës Suhejl ibn Amr dhe i dorëzohet muslimanëve. Thot Suhejl ibn Amr, oj Muhammed, kja është i pari që më dorëzon. Në këtë marrëveshje ishin disa nena që e brengosi më tepër Omer ibn Khattabin, dhe të ndërshëm, koptone çka thot Omer ibn Khattabi, prej ditës e Hudejbijës, agjeroj, fali namaz, jap zeqat, baj pun të mira, me shpresë që Allah të ma falë një gabim. Cili ishte gabimi? Nxitimi im që nxitova ditën e Hudejbijës. Çfarë nxitimi bani Omerit? I tha pejgamberit Allahut, ja Rasulallah, a nuk jenë në hak? Tha po. A nuk janë batil? Tha po. A nuk kanë që të vranë tonë gjennet? Tha po. A nuk janë që të vranë të tire në gjennem? Tha po. Pse ja Rasulallah, e në nëqmojnë vetën tonë para mushrikëve. Pejgamberi Allahut, o bosqershte dhe thënë të ja Omer, unë jam i dërguar i Allahut dhe nuk e prishi urdhin e Allahut. Unë jam i dërguar i Allahut, Allahu s'ka me mlon pas dorë. Omeri radiallahu anë, se në shunte hidhërimin e ti shkon të Ebu Bekër. Thot ja Ebu Bekër, a nuk jenë në hak? Tha po. A nuk janë ato në batil? Tha po. Tha nuk janë të vram të në gjennet? Tha po. A nuk janë të vram të ti në gjennem? Tha po. Pse ja Ebu Bekër për në nëshmojmë vetën tonë? Pse na po ja japmi në nëshmimin më të madhë mushrikë? Ti në nëshmim, s'po në lonë si vjetë me i numër. Në motë, jo si vetë. 2. Nëse një musliman dorëzohet e ti o Muhammed, me ma këthite prap pa lejen tonë nëse vjen. Një mushrik, një musliman, nëse hik prej teje vend të na mos me ta dorëzu. Kjo është që i dhaj shok të pejgamberit Allahut, muslimani, që ka pranu islamin, na me ja dorëzu mushrikëve, a ki është në nëshmimi ma i madh? Ja Rasulullah, pejgamberi Allahut tha unë jam i dërguar i Allahut, Allahu azza wa jall nuk na lën pas dorë. Fillon të nënshkruat marrëveshje, dhe Ebu Gjendel, dhe vërtet, ja Rasulullah, këto janë plagët e mia, tartuat, që me i banki baba jem. Jam dërzu të ty. E Suhejl ibn Amr i thot, shtash i para, rast aqë, ape aplikon marrëveshjen Muhammedi. Ma dërzo Ebu Gjendel. Pejgamberi Allahut ja dërzon. Pse i thot, ja Suhejl, ende se këna në shkru. Tha marrëveshja vazhdon prej asaj që e banëm gojor. E dërzon pejgamberi Allahut dhe i thot, ja ba mën Gjendel, esber wahtesib, ban sabër, ja Eba Gjendel. Dhe këtë sabrin që e banë për Allah, se për ti dhe ato që janë të ngjajshëm si ti në Mekë, të doptit musliman, Allah ka me ju bo rrugdalje zgjidhje. Ta moja Eba Gjendel tha ne nuk të radhtojmë. Nuk të radhton pejgamberi Allah. Mughira ibn Shu'bah qëndronte te koka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mughira ibn Shu'bah qëndronte te koka pejgamberit Allahut e pat nush lemin që mos të njef Suhejl ibn Amr. Dhe Suhejl ibn Amr, kër fliste ja prek të mjekrën pejgamberit Allahut, Mughira ibn Shu'bah i mshon të ndorë, dhe dhënë të largohet dorën nga mjekra pejgamberit Allahut, para se ta këputi dorën dhe mos e në këthen të prapë. Suhejl ibn Amr pyti tha, kusa ki? Tha gjali i vëllavit tanë. Mughira ibn Shu'bah, gjali i vëllavit tanë. Gjali vëllahu tanë. Tha kja tradhtari Mughira ibn Shu'bah, për çka kse Mughira ibn Shu'bah para islamit pa të shku në Egjipt
Dhe në Egjipt, më Kaukas mbreti i Egjiptit, i dhuroi dhurata mushrikëve, edhe njën prej dhuratave, Mughira ibn Shu'be ishte i ashpër, në mesin e rrugës, ja grabit, ja merr pasurinë dhe shkon në Medinë dhe pranon Islamin. Pejgamberi Allahu thotë, ja Mughira, Islamin të pranojmë, pasurinë e kthen, nga se nuk e pranojmë ne tradhtin. Ka është pejgamberi Allahu, dhe në kohën e shirkut, nuk e ka leju që në mënyrë tradhtare të grabitet pasuria, qoftë edhe jo besimtarit. Mughira ibn Shu'be me qëndronte, filloi të nënshkon Ali ibn Abi Talib, Bismillahirrahmanirrahim. Shkoja ja Ali. Suhejl ibn Amr thot Rahmanirrahim se njohëmi. Nëse njohëmi Allah, pa shkuaj Bismikallahumma, thaj Ali fshije, shkuaj Bismikallahumma. Shok të pejgamberit Allahu të revoltuar. Shkuaj Ali, kjo është marrëveshja që është bo mes Muhammedit të dërguarit Allahu. Suhejl ibn Amr tha jo, ka dal. Tha na me të njohë se je pejgamberi Allahu, tha të kish milon me bo të avaf në Qabe, nuk të kish mi luftu, po shkruaje emnin tënë dhe emnin e babës tënë. Tha ja Ali fshije, tha vallahi nuk e fshi. Ali ibn Abi Talib, tha pejgamberi Allahut më tregoj Ali ku e ki shkruajt. Pejgamberi Allahut e fshin dhe shkruje, kjo është marrëveshja që është bo mes Muhammedit të birit Abdullahut dhe Suhejl ibn Amrit. Në sinin e parë, në sinin tonë, është në nënçmim dhe dështim. Mirë po pejgamberi Allahut nuk ishte shkort pamës. Pejgamberi Allahut shifte larg. Ndonjë vëllezër çka ndodhi. Pejgamberi Allahut thot qethni, hekni flokt. Për çka se për 7 vjet mbaroi umra këtu. Shokët e pejgamberit Allahut të idhëruar nuk lëviste asnjëri. Pejgamberi Allahut hini në shatorin e Umu Selemes, i brengosër se do të shkatrohen shokët e pejgamberit Allahut, nga se nuk e përfillin urdhin e pejgamberit Allahut. Ja Umu Seleme, kështu dhe kështu Umu Seleme tha ja Rasulallah, arsjetoj se janë të ndronditur shpirtërisht. Tha ja Rasulallah, ftoje njonin që të arrun kokën tone, do të praktikojnë dhe ata. Del pejgamberi Allahut, fillon të arrun kokën, fillojnë dhe shokët e pejgamberit Allahut, të rrujnë kokat e tyre. Edhe pse më herat, i thonë ja Rasulallah, a nuk në thave se do t'im Qabe? Tha po. A nuk në thave se do t'i qethmi flokët në Qabe? Tha po. Tha ju thash si vjet? Tha ju thash si vjet? Tha nuk ju thash si vjet. Thash do të hini, keni me hi inshallah. Pa atë Allahu Azza wa Jall, kthehet pejgamberi Allahut prej Hudejbijës, zbrit një sure që thot pejgamberi Allahut, më ka zbrit sot një sure më e dashur te unë se sa dunjoja dhe çka konta. Cila sure? Inna fetahna leke fethan mubina. Ti o Muhammed kemi dhuru fitore të qartë. Shokët e pejgamberit Allahut thanë ja Rasulallah, fitoria e qartë është Hudejbija. Fitoria e qartë. Allahu Azza wa Jall marrëveshjen që në sinin e sahabeve ishte dorëzim, nënçmim, për ulje, Allahu e quajti fitore. Dhe Imam Zohriu Ibn Hisham e komenton dhe thot, kjo është argumenti se ka qenë fitore e qartë. Pejgamberi Allahut në umri më i madh, në luftën e Hudejbijës, ka qenë 1400 apo 1800. Vetëm pas 2 viteve çlirimin e Qabës 10.000 sahabi. 10.000 sahabi, pa ata Imam Zohriu thot, nuk ju ka dhuru Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të vet deri atë ditë fitore më e qartë se sa atë ditë. Për çka këshe? Mbrana 2 viteve Allahu Azza wa Jall e ka bo që të hinë njerëzit në fen e Allahut më shumë se sa kanë hinë gjatë tër viteve të kaluara. Mbrana 2 vite 10.000 sahabi me pejgamberin Allahut, jo i çkaq. Pejgamberi Allahut me marrëveshjen që e boni me Mekasit, me mushrikët, arriti që t'i dëbon gjithashtu që i futët ata që i bëshin intriga
pejgamberi atë Allahut nga gadishulli arabik. Allahu Azza wa Jall i dhuroi pejgamberit Allahut dhe shokëve të pejgamberit Allahut çlirim të afërt, i përmendur në këtë sure është për qëllim çlirimi i Khayberit, pasuri e madhe erdh nga që futet me çlirimin e Khayberit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot dhe Sejid Kutubi në këtë marrëveshje, e pohuan, e pranuan të përënherë mushrikët se pejgamberi Allahut është fuqi. Para të marrëveshja e pejgamberit Allahut plason fuqi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi shkurt pamës, ne jemi ata të cilët dëshirojmë atë që mbjellmi sot që ta kormi nesër. Mirë po dini Allahut në mësoj se duhet të shiqohen sendet të rënditën gjanat që ditën kona doket në sinin tonë dështa do bësim në nështrim. Me gjithata Allahu Azza wa Jall e konsideroj qëllirim. Shok të pejgamberit Allahut njëri për atire Omeri, tha ja Rasulallah, a qëllirim është marrëveshja? Tha po ja Omer, kjo a qëllirim. Inna fëtahna leke fëthen mubina. Kja jetë dhe kasure nuk ka zbrit për qëllirimin e Mekës, si që mendojnë disa. Kja sure e ka konsideru qëllirim marrëveshjen e Hudejbijës, ko jo mundzu muslimane që muslimanët të bojnë davet dinin Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi të vdes në Medine, le të vdes, se unë për ta do t'jem dëshmitar dhe ndërmjetësues. Me gjithata, shokët e pejgamberit Allahut braktisën Medinën. Para shtrohet pyetja, pse shokët e pejgamberit Allahut a nuk deshtën, a nuk e ditën se me vdek në Medinë ka sevap? E ditën, mirë pa ata e kuptuan se me qu islamin në vendet qera është më parsore, më meritore, më e dobishme. Për ata e braktisën Medinën, edhe pse e donin dhe u përmallonin për qitetin e pejgamberit Allahut, nga se ishin ata që e kuptuan thelbin e islamit, e kuptuan çka dashti Allahu Azza wa Jall me dinin Allahut, dhe e kuptuan si të rënditin çështjet për ata ulledhët të ndërshëm. Allahu tha në Kur'anin e Kerim, s'ka mundësi të jenë të barabartë të diturit dhe të paditurit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na kupton fen, të na mëson nga dini Allahu çka nuk dim. Wa aqulu qabli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.